Shërptorët e Perëndis, para thënje, tu ngjatjeta miqt, Zoti e don dhe kujdeset për të gjithë ata të cilët e shërbejnë dhe u binden atij. Dëgjoje këto tregime të vërteta derisa e kqyrni në fotografit në librin e verdh. Kqyre në fotografin vijuese kur ti dëgjon këtë tingull. Fotografia numër 1. Familja dyndet për shkak të zisë së bukës. Zoti i krijoi të gjithë njerëzit, por ata u kthyen kundër tij. Pastaj Zoti i zgjodhi popullin e Izraelit që ta njohë dhe ta adhuron atë. Mirpo, ndonjëherë edhe Izraeli u rebelojke kundër Zotit, po ashtu. Pastaj ata adhuronin illujt dhe zotra të rrem në mënyrë të njëjtë siç bënin popujt tjerë. Zoti dërgoi luftra dhe zi buke popullit të Izraelit me qëllim që ta provonte për ta kthy ata te vetvetja. Një familje vendosi që të shkon te vendi i Moabit për me gjetë ushqim. Për 10 vite ata jetuan në atë vend të jashtëm. Babai i tyre vdiq atje. 2 djem u martuan me gra Moabite. Pastaj edhe djem vdiqën po ashtu. Nëna ngjeli vetëm me 2 nuse të saja në vendin e huaj. Fotografia numër 2. Naomi dhe Ruthi vendosin të kthehen në Izrael. Nëna e asaj familje kishte emrin Naomi. Nuset të saja Moabite ishin Ruthi dhe Oprahu. Naomi vendosi që të kthehet te vendi i Izraelit. Ruthi dhe Oprahu vazhduan rrugën së bashku me Naomin. Pastaj Naomi i tha atyre: "Ktheuni bijat e mia, pse të vini me mua? Mos kam në barkun tim fëmijë që mund të bëhen bashkëshortët tuaj." Dora e Zotit ishte shtrirë kundër meje. Oprahja e puthi Naomin dhe u kthye në shtëpi të prindërve të saj. Mirpo nuk i ndai asaj. Ruthi tha asaj: "Mos ngul këmbë me mua, që unë të braktis dhe të mos të ndjek më, sepse kudo që të shkojsh ti, do të shkoj edhe unë, dhe kudo që të rrish ti, do të rri edhe unë. Populli yt do të jetë populli im. Perëndia yt do të jetë edhe perëndia im." Kështu që Ruthi shkoi me Naomin në Betlehem, në vendin e Izraelit. Fotografia numër 3. Ruthi në fushën e të korave. Naomi dhe Ruthi ishin shumë të varfër. Ruthi tha Naomit: "Lërmë të shkoj nëpër ara e të mbledh kallin prapa." Ajo shkoi në fushë ku punëtorët kornin grurin. Pronari i asaj fushe ishte Boazi. Ai e pyeti për gruan e panjohur në fushën e tij. Ata i thanë: "Ajo është Moabitase, e cila ka ardhur me Naomin." Boazi e dëgjoi se ajo kishte sjellje të mirë ndaj vjekrës së saj. Ai e vrejt se ajo ishte punëtore e vyeshme. Kështu që ai tha Ruthit: "Qëndro me punëtorët e mi derisa ata ta mbarojnë korrjen e grurit tim." Ai i tha punëtorëve të tij që mos e dëmtojnë dhe prekin atë. Mirpo le ta lejojnë grur ta grumbullon. Atë mbrëmje Ruthi e tregoi Naomit për mirësjelljen e Boazit. Naomi tha: "Le ta bekon Zoti atë, ai është shumë i afërmi ynë." Fotografia numër 4. Ruthi në lëmin e Boazit. Kur një njeri vdiste në Izrael, farefisi më i afërt i tij
kishte të drejtë me e martu gruajën e njeriu të vdekur. Një ditë, Naomi i tha Ruthit, unë duhet me ta gjetë një burr për ty, kështu që do të kesh që do të formon një familje vetanake. Boazi është një i afërmi yt. Këtë mbrëmje, ai do të shkund Elbin. Kështu që lahu dhe veshe teshat më të mira që e ke. Pastaj shko atje ku ai bënte shkundjen e Elbit. Vreje ku ai shtrihet për me flejt. Kur ta zën gjumi atë, ti shko dhe shtriu te këmbët e tij. Ruthi e bëri pikrisht ashtu siç kishte thënë Naomi. Kur Boazi u zgjua, ai pa Ruthin te këmbët e tij. Ai e kuptoi se ajo dëshironte të martohet për atë. Kështu që ai tha asaj, Ruth, unë do të bëj çdo gjë që kërkon, sepse çdo kush e din se ti je një grua e mirë. Fotografia numër 5. Boazi dhe pleq e Betlehemit. Boazi e thiri 10 pleq së bashku te porta e Betlehemit. Një farefisni tjetër kishte të drejtën e martesës me Ruthin më së pari. Mirë po, të gjithë u pajtuan që Boazi duhet ta ketë atë. Për me vullos këtë marrëveshje, i afërmi i Boazit i ja dha atij sandalet e tij. Ky ishte zakon në Izrael. Kështu që Boazi e mori Ruthin për grua të tij. Ata patën një fëmijë të quajtur Obed. Pastaj gratë i thanë Naomit, lavdi Zotit, ai të dha një nip që të kujdeset për ty. Nusja jote të duan ty, ajo vlen për ty më tepër për ty se 7 djem. Miqt, Ruthi e gjeti gëzim të madh kur ajo i shërbeu Zotit dhe popullit të tij. Dhe Obedi u bë gjyshi i Davidit, mbretit të madh të Izraelit. Fotografia numër 6. Maria dhe engjulli i Zotit. Shumë gjenerata pas Ruthit, Zoti e zgjodhi një grua tjetër për të shërbyer atë. Emri i saj ishte Maria. Ajo kishte pasardhjen e saj nga Ruthi. Maria ishte e virgjër. Ajo ishte premtuar një burri të quajtur Jozef. Mirë po, para se të martoheshin, një engjull i Zotit u paraqit Maris. Ai i tha asaj, mos ki frikë Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindësh një djalë dhe do t'i avesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet bir i shumë të lartit. Maria i tha engjëllit, unë jam shërptorja e Zotit, le të më ndodhë sipas fjalës sate. Atëherë shpirti i shenjtë i Zotit erdhi te Maria. Ajo ngeli shtatzën dhe e lindi birin. Kështu, Maria u bë nëna e Jezusit, birit të Zotit. Fotografia numër 7. Ana lutet Zotit. Vetëm pak pas kohës së Ruthit, në vendin e Izraelit ishte një grua e quajtur Ana. Burri i saj e donte atë, mirëpo Ana ishte shumë e palumtur, sepse ajo nuk ishte patur asnjë fëmijë. Çdo vjet ata shkojshin në Shiloh, te shtëpia e Zotit. Ata i morën oferta dhe bën flijime Zotit. Ana shkoi te shtëpia e Zotit dhe tha, o Zot i ushtrive, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërptorën tënde, por dëshiron t'i japësh shërptorës sate një fëmijë mashkull, unë do të jap Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij. Buzët e saj lëviznin siç ishte duke folur Zotit.
Mirë po ajo nuk nxirrte tinguj zë nga goja. Eli, prifti kryesor, e pa atë. Ai mendoi se ajo ishte e dehur. Mirë po Zoti e dëgjoi lutjen e anës dhe pas një kohe i dha asaj një djalë dhe ajo lindi. Ajo e emëroi djalin Samuel. Fotografia numër 8. Fëmia Samuel në shtëpinë e Zotit. Kur Samueli ende ishte fëmijë i vogël, Ana i ja dha atë Zotit. Ajo e dërgoi atë që të jeton në Shiloh së bashku me Elin. Eli i mësoi Samuelin se si me shërby Zotit. Eli kishte 2 fëmijë. Ata ishin prift, mirë po ata ishin njerëz të likt. Kështu Zoti nuk më flit ke popullit nëpërmjet priftërive të tij. Në mbrëmje Samueli flike në shtëpinë e Zotit. Pa pritmas, Zoti e thiri emrin e tij. Samueli shkoi te Elia dhe tha: "Ja ku jam, se ti më thire." Mirë po Eli tha: "Unë nuk të kam thirrur, shko të flesh." Kjo ndodhi 3 herë. Pastaj Eli kuptoi se duhet të jetë patjetër që Zoti është duke thirrur Samuelin. Kështu që ai e mësoi Samuelin se si të përgjigjet Zotit. Dhe të thot: "Fol, Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Zoti i foli Samuelit shumë herë dhe ai u bë një profet dhe udhëheqës i madh në Izrael. Fotografia numër 9. Samueli lutet për Izraelin. Zoti e dënoi djemt të liq të Eliut. Ata u vranë në betejë dhe Izraeli pësoi humje nga filistejt. Për 20 vjet filistejt sunduan mbi Izraelin. Pastaj Samueli i tha popullit: "Në qoftë se ju ktheheni Zotit dhe lironi nga zotra të rrem të huajve dhe i shërbeni vetëm Zotit të vërtet, ai do të çliroj juve nga filistejt." Izraelitët ju bindën Samuelit. Ata erdhën së bashku në një vend. Pastaj Samueli ofroi flijim Zotit dhe u lut për Izraelin. Filistejt u blodhën së bashku për të sulmuar Izraelin. Mirë po Zoti bubulloi me butëqim të madhe kundër filistejnëve dhe i ngatroi deri në atë pikë sa u mundën para Izraelit. Filistejt ikën me frikë të madhe dhe Izraeli ishte në gjendje të fitonte të gjithë ata. Fotografia numër 10. Samueli vajos Saulin me vaj. Zoti ishte mbret i vërtet i Izraelit dhe Samueli udhëheqi njerëz për të. Mirë po, njerëzit dojshin që njeriu të jetë mbreti i tyre, sepse fiset të tjera kishin mbretër të tyre vetanak. Samuelit nuk i erdhi mirë kur i dëgjoi këtë. Mirë po Zoti i tha atij: "Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thot, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta." Ishte një njeri i ri i quajtur Saul. Ai ishte i gjatë dhe i bukur. Një ditë Sauli shkoi me vizitu Samuelin. Kur Sauli ishte duke ardhur, Zoti i tha Samuelit: "Ky është ai njeri. Ai do të mbretëron mbi popullin tim." Kështu që Samueli e mori shishën me vaj. Ai e derdhi vajin mbi kokën e Saulit. Kjo ishte shenja që ai u zgjoll që të jetë mbret. Për 40 vjet Sauli mbretëroi si mbret mbi Izraelin. Fotografia numër 11. Sauli e shkyn teshat e Samuelit. Njerëzit e Amelakut ishin shumë të likë, të cilët kishin dëmtuar Izraelin. Kështu që Samueli i tha Saulit: "Dëgjo fjalët e Zotit, godit Amalekun
dhe të cakto shfarësjen e të gjitha gjërave që ai ka. Zoti i ndihmoi Saulit dhe ushtrisë së tij që të fiton ndaj Amalekut. Mirpo, ata nuk u bindën Zotit. Ata nuk e shkatruan kafshët e Amalekut që të munden me friju Zotit, dhe ata nuk kishin vra mbretin e Amalekut. Pastaj Samueli i tha Saulit: për arsye se ti e ki refuzu udhrin e Zotit, ai ka refuzu ty si mbret. Samueli u kthye të shkonte, por Sauli e kapi teshat e Samuelit. Ai i shkyti teshat me dorë, kështu që Samueli i tha: Zoti hoqi sot nga duart e tua mbretërinë e Izraelit dhe i dha një tjetri që është më i mirë se ti. Miqt, Sauli ofroi flijim e Zotit, mirëpo nuk i u bind atij. Samueli i u bind dhe shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së tij. Bindja e kënaq Zotin shumë më tepër se sa flijime që e kënaqin. Fotografia numër 12. Jezusi në shtëpinë e Zotit. Shumë vite pas Samuelit, Jezusi ishte fëmijë në Izrael. Maria ishte nëna e tij. Mirpo, Perëndia ishte babai i tij. Kur Jezusi ishte 12 vjeçar i moshuar, ai shkoi në Jerusalem me Marian dhe Jozefin. Jezusi u humb. Maria dhe Jozefi kërkuan për atë. Pas 3 ditëve ata e gjetën Jezusin në shtëpinë e Zotit. Ai ishte duke biseduar me mësuesit hebrej rreth Zotit. Maria i tha atij: ne shumë u brengosëm derisa të kërkuam të gjejmë ty. Mirpo Jezusi i tha: përse më kërkonit? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim? Kur Jezusi ishte si fëmijë, sikur Samueli, ai e dinte se kishte ardhur me shërby Zotit. Jezusi erdhi që ta kthente të gjithë njerëzit përsëri te Zoti, sepse Zoti është mbreti i vërtet dhe udhëheci i çdo kujt. Fotografia numër 13. Davidi, bariu trim. Sauli ishte mbret i parë në Izrael, mirëpo ai nuk i u bind Zotit. Kështu që Zoti u largua nga Sauli dhe nuk i ndihmoi më atë. Ishte një djalë i ri i quajtur David. Ai u kujdeske rreth deleve të atit të tij. Ai besojke në Zotin e gjallë. Ai nuk i u friksojke rrezikut. Një ditë luani i mori një dele të tij. Davidi e mbyti luanin dhe shpëtoi delën. Ai bëjke muzikë të bukur dhe këndojke lavdrime Zotit. Davidi u bë lloji i njeriut që Zoti dëshironte të gjithë të bëheshin ashtu. Kështu që Zoti e zgjodhi Davidin që të jetë mbret pas Saulit. Fotografia numër 14. Davidi dhe gjiganti. Kishte luftë ndërmjet filistenjve dhe Izraelit. Filistenjë e kishin një gjigant të quajtur Goliath. Ai i tha Izraelit: zgjedhni një burr, në rast se do të jetë në gjendje të luftoj me mua dhe të më vras, ne do të jemi shërptorët tuaj. Por në rast se dali unë fitues dhe e vras, atëherë ju do të jeni shërptorët tanë dhe do të na shërbeni. Burrat e Izraelit ishin të friksuar nga Goliathi. Kur kush nuk guxonte me luftu me atë. Pastaj Davidi i ri tha: po kush është ky filiste i pa rreth prerë, që nuk e njeh Zotin dhe që guxon të poshtroj ushtrin e Perëndisë të gjallë? Davidi nuk u friksojke nga ai. Zoti mund të ndihmojke atij që ta fitonte gjigantin. Davidi e mori hobën dhe e gjuajti gurin drejt në boll të gjigantit. Goliathi u rrëzua në tokë dhe Davidi vrapoi drejt tij. Ai e mori shpatën e Goliathit dhe e preu kokën e tij.
kështu që ushtria e Izraelit ishte në gjendje të fitonte Filistejnët. Fotografia numër 15. Sauli përpiqet me vra Davidin. Në fillim, Sauli ishte i kënaqur me Davidin sepse ai shpëtoi Izraelin. Populli i Izraelit e dojke Davidin. Ai u bë ushtar dhe udhëheqësi i madh. Pastaj Sauli u bë xhelos ndaj Davidit. Ai donte me vra Davidin. Një ditë Davidi bëjke muzik për Saulin me harpën e tij. Një shpirt i lig hyri te Sauli. Ai e mori shtizën në dorë dhe e gjuajti te Davidi. Mirpo, ajo nuk goditi atë dhe u gozhdua në mur. Pas kësaj, Sauli deshti me mbyt Davidin shumë herë. Djali i Saulit, Jonatan, dhe shumë Izraelit ndihmuan Davidit. Mirpo ai prap se prap u desh të ikte dhe të shkon në shkretë të tjerë për të ikur nga Sauli. Fotografia numër 16. Davidi kursen jetën e Saulit. Sauli dhe ushtria e tij shkuan në shkretë të tjerë për të kapur Davidin. Gjatë natës, kur Sauli dhe burrat e tij ishin duke flejtur, Davidi dhe shoku i tij, Abishai, hyrën në kampin e Saulit. Abishai donte me vra mbretin që flejke, mirëpo Davidi nuk e lejoi atë. Ai tha: Zoti do të dënon çdo njerin që e dëmton mbretin e tij të vajosur. Davidi e mori shtizën dhe enët e ujit që ishin pranë kokës së Saulit. Kur ata u larguan jashtë kampit, Davidi e thiri që ta zgjonte njerëzit. Ai tha: Ju nuk e mbrojtët mbretit tuaj, shikoni, këtu është stiza e mbretit. Davidi i tha Saulit: Pikrisht ashtu siç të shpëtova jetën tënde, Zoti të më shpëtoft jetën time, po ashtu. Kështu që pas kësaj, Sauli ndërpreu përpjekjen me vra Davidin. Fotografia numër 17. Davidi kurorzohet mbret. Filistejnë erdhën prapë me luftu kundër Izraelit. Mbreti Saul dhe Jonatani ishin vrarë në betejë. Pastaj populli i Izraelit kurorzoi Davidin mbret të Izraelit. Ai e ndërtoi pallatin e tij në vendin e Jerusalemit. Zoti i tha Davidit: Unë mora ty që ishe si bari, duke ruajtur dhënt, dhe të bëra mbret mbi popullin tim. Unë do të bëj ty të madh si një nga njerëzit më të mëdhenj në botë. Kështu që Zoti e bëri Davidin të madh dhe i dha fuqi që të fiton ndaj të gjithë armiqve të Izraelit. Davidi dhe Bath-sheba. Një ditë Davidi ishte duke ecur te terasa e pallatit. Ai e pa një grua të bukur duke u larë. Davidi dojke që ta bënte për veti atë. Emri i gruas ishte Bath-sheba. Ajo ishte gruaja e Uri-ahit, që ishte ushtar në ushtrinë e Davidit. Uri-ahu kishte shkuar larg që të luftonte kundër armiqve të Izraelit. Kështu që Davidi dërgoi një porosi kapetanit të ushtrisë së tij. Ai tha kapetanit të kujdeset që Uri-ahu të vritet në luftë. Pastaj Davidi e mori Bath-sheban për grua. Mirpo, gjërat që kishte bërë Davidi nuk kishin kënaqur Zotin. Djali i parë i Davidit nga Bath-sheba vdiq. Davidi kërkoi nga Zoti që të falë për gjërat të tmerrshme që kishte bërë. Fotografia numër 19. Një shtëpi për Zotin. Davidi mëkatoi kundër Zotit. Megjithatë, ai e donte Zotin dhe dëshirojke me shërby atij. Ai donte me ndërtu një shtëpi të madhe ku do të adhurohet Zoti. Mirpo Zoti i tha: Ti
nuk do të ndërtojsh shtëpinë time, sepse ti e ke vrarë shumë njerëz. Ti do të kesh një djalë, emri i tij do të jetë Salomon. Ai do të jetë që do të ndërton një shtëpi për mua. Unë do të vendosim mbretërinë e tij përgjithmonë. Davidi e përgatiti shumë gjëra për shtëpinë e Zotit përpara se ai të vdiste. Mirëpo ishte Salomoni që e ndërtoi shtëpinë. Populli i Izraelit adhuronte Zotin në shtëpinë e tij në Jerusalem për qindra vite. Ata kur nuk harruan se Davidi ishte mbreti i tyre më i madh. Fotografia numër 20. Jezusi vjen në Jerusalem. Rreth 1000 vite pas Davidit, Jezusi u lind. Ai ishte pasardhësi i mbretit David. Nëna e tij ishte e virgjër, Mari. Babai i tij ishte Zoti i plot fuqishëm. Jezusi ishte shërbitori më i madh i Perëndisë. Ai mësonte popullin për të vërtetën e Zotit. Ai bëri mrekullina në bazë të fuqisë së Perëndisë. Sauli dhe Davidi dhe çdo njeri prej nesh ka mëkatuar kundër Zotit. Mirëpo Jezusi kur nuk mëkatoi. Një ditë ai hyri në Jerusalem mbi një gomar. Njerëzit bërtitën atij: Hosana, më i madhi, biri të Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet shumë të larta, sepse njerëzit e panë se Jezusi ishte më i madh se Davidi. Ai është mbret mbi çdo mbretër në këtë tokë. Fotografia numër 21. Korbat e ushqejnë Elian. Pas Davidit dhe Salomonit, mbretër të tjerë mbretëruan në Izrael. Njeri prej tyre ishte Ashabi. Ai kishte një grua të ligë të quajtur Jezebel. Ajo e vrau shumë djegës të Zotit dhe ajo e detyronte popullin të adhuron idhujt të Balit. Elia ishte profet i madh i Zotit. Ai shkoi te Ashabi dhe i tha: Në emër dhe në bazë të fuqisë së Zotit të gjallë të Izraelit, nuk do të ketë shi për 3 vite. Kështu që Zoti dërgoi një zi të madhe për bukë mbi Izraelin. Megjithatë, Zoti u përkujtes për shërbëtorin e tij Elia. Ai e dërgoi Elin te vendi i quajtur Kerith, ku ai mund të pi ujë nga përroji, dhe çdo ditë korbat i sillnin bukë e mish për Elin. Fotografia numër 22. Elia dhe zjarri i Zotit. Në vitin e 3 të zisë së bukës, Elia e thiri Ashabin dhe të gjithë popullin te mali Karmel. Ai i tha atyre: Në qoftë se Zoti është Perëndia, shkoni pas tij, por në qoftë se përkundrazi është Bali, atëherë ndiqni atë. Populli e preu demin si flijim Balit. Pastaj Elia i tha priftrive të Balit: Lutuni Zotit juaj dhe unë do të lutem Zotit Perëndisë sime. Ai i cili përgjigjet me zjarr është Zoti i vërtet. Tan ditën priftrit e Balit u lutën Zotit të tyre. Ata vallëzoheshin para flijimit të tyre dhe preshin me thika vetveten. Mirëpo zjarri nuk vinte nga qielli. Në mbrëmje Elia e përgatiti flinë e tij. Ai bile edhe i lagu me ujë. Pastaj ai u lut Zotit. Me një herë zjarri ra prej qiellit. Ai e dogji flijimin tërësisht dhe ujin që ishte me të. Dhe gjithë populli e thiri: Zoti është Perëndia. Fotografia numër 23. Elia ngjitet në qiell. Elia e mbyti atë priftrit të Balit, sepse ata ishin shumë të ligjtë. Pastaj Jezebeli e kërcënoi Elin se do ta vras atë. Ai u friksua dhe iku në shkretë të tjerë. Atje Zoti e takoi Elin. Pastaj Elia nuk ishte më frikë. Ai vazhdoi të mësonte popullin
që të adhuronin një të vetmin Perëndit të vërtet. Elia e zgjolli Eliseun si ndihmës. Një ditë, derisa esnin së bashku, ata u ndan nga njeri tjetri dhe një qere e zjarrt. Zoti e ngriti Elian në qiell në një shakullim dhe Eliseu nuk e pa më atë. Fotografia numër 24. Elia me Jezusin dhe Mojsiun. Në kohën e Jezusit, pas 700 viteve, Elia u kthye në tokë. Një ditë ai u paraqit te mali së bashku me Jezusin. Mojsiu, profeti më i madh, i të cilit jetoi para Eliut, po ashtu u paraqit me ta. Të tretë shkëlqeshin me lavdinë e Zotit. Pastaj Zoti foli nga qielli, ai i tha: "Ky është biri im, dëgjoni atë." Miqt, Zoti dhe të gjithë njerëzit e mëdhenj të Izraelit na drejton neve te Jezusi. Jezusi erdhi që të shërben të gjithë njerëzve. Ai vdiq si një flijim për të paguar mëkatet tona dhe ai u rin gjallë nga të vdekurit, që të na jep jetë shpirtrave tona, jetë të përjetshëm. Kështu që dëgjoni atë dhe gjeni jetën e përjetshme.